E posa u shpallën rezultatet në taborin e AKR-s, mbrëmu festua me ndezje fishek zjarrësh. Me këtë rast Mimoza Kusari Lila i u drejtua të tubuar dhe gjithësisht simpatizantëve duke i uruar për fitoren. Ma e bukra e votës sonte ka qenë që gjithkund njëjtë në komunën e Gjakoves është për krah ndryshimi. Sonte unë du t'i kthehem edhe një herë asaj që njëjtë, sikurse 14 vite më parë. Për mua sonte keni qenë me shpirtin e Eltonit, Permetit, Axhi Hotit e të gjithë atyre bive dhe bijave që nuk kursyen asgjë për veten. Sonte e kemi shënu historinë e re të komunës Gjakoves. Një kthes të madhe për zhvillim, për demokraci, për liri. Në përkraje të Kusari Lilës ishte edhe presidenti AKR-s Begjet Pacolli, i cili falenderoi qytetarët e Gjakovës për proces të rregullt e demokratik. Ju falenderoj shumë për dignitetin e juaj, për kulturën e juaj, për durimin e juaj, për edukatën e juaj, për trimërinë e juaj. Antare simpatizantë të AKR-s festuan deri në orët e mëngjesit të sotëm pranë zyrave të këtij subjekti politik.